Nëse debati për raportin përsëri zvaritet, qytetarët e NTV dishëm se problemi është për shkak të identitetit, e jo për bullgarët në kushtetut. Ky është vlerësimi i kryeministrit Hristijan Mickoski, i pyetur për seancën e paralajmëruar të Parlamentit Evropian. Në këtë seancë duhet të shqyrtohet teksti i raportuesit Thomas Vajc, ku përmendet veçantia e gjuhës dhe identitetit maqedonas. Debati i parë u caktua për më 24 qershor. Високи политичари од страна на нашиот источен сосед вртеа на високи политичари во Брисел, аман те заман не го ставајте сега извештајот. Не ни правете проблем, бидејќи треба да помине еврото, нели, во парламентот, за да не ни се соберат повеќе луѓе на улица. Да ни протестираат. Nga ana tjetër, eurodeputeti bullgar Andrej Kovačev thotë se kanë kërkuar që debati të prolongohet që në ndërkohë të përgatitet tekst që do të ruajë dinjitetin e Parlamentit Evropian. Отлагането е точно заради това в по-спокойна обстановка да може да се анализира какво се е случило и текста да не води до двусмислие, да не води до несигурност и неяснота какво Европейския парламент иска да каже. Kryeministri thotë se do të vazhdojë të luftojë për pozitat e Maqedonisë. Се бориме, лавовски се бориме навсекаде во свет, и во Вашингтон, и во Брисел, и во Лондон. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova paradokoi vlerësoi se nëse raporti nuk miratohet, do të vendoset në pikpyetje kapacitetit demokratik i Parlamentit Evropian.